Elon Musk bëhet trilionieri I parë në botë. Elon Musk, njeriu më I pasur në botë, sapo u bë trilionieri I parë në botë. Aksionet në kompaninë e raketave Elon Musk SpaceX u rritën me 250%, u hapën një tregtim të premte në mesditë, në atë që ishte debutimi më I madh në bursë në histori. Aksionet u hapën me $150 dhe u rritën në $168 rreth orës 12:50. Ky çmimi dha kompanisë një vlerë tregu prej $2.21 trilion. Musk, I cili gjithashtu është aksioneri kryesor dhe CEO I Tesla, tani vlerësohet me një pasuri rreth $1.1 trilion sipas Forbes. Musk tha se SpaceX po del në bursë sepse I duhen para për të financuar ambicet për vendosjen e sateliteve dhe të qendrave të tjera në hapësirë dhe për krijimin e kolonie njerëzish në Mars. Ai përsëriti qëllimit e tij për të bërë jetën shumë planetare, jo vetëm disa astronautë e kanë fjalën për ju, tha Musk. Kushdo që e shikon këtë, SpaceX dëshiron të jetë në gjendje të çojë në Mars dhe përfundimisht më tej. Disa analistë kanë quajtur aksionin të mbivlerësuar dhe vlerësojnë kompaninë më poshtë se çmimi aktual I tregut. Megjithatë, investitorët vazhdojnë të mbështesin kompaninë dhe Musk, I cili ka themeluar më parë Zip2, PayPal dhe pastaj Tesla dhe SpaceX.